ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ai falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, sikur që e filluam këtë muaj të begat të Ramazanit, gradualisht kadale edhe po e përcjellim. Lutim Zotin e Madh që Allahu t'i bën qabul veprat tona, agjërimet tona, dhe për këto ditë të pakta dhe net të pakta që kanë mbetë, Zoti na jep udhëzim dhe na jep mbarësi dhe shëndet për t'i mbush me vepra të mira, me vepra që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala në rrëfimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku thamë se do të marrim këtë rrëfim vetëm nga libri i Zotit dhe suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Ibn Abbasi radhiyallahu an, djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka nxjerr Imam Buhariu rahimahullahu taala, se pas shumë shëtitjeve që i ka bë Ibrahim alayhi salatu wasalam në Palestinë edhe Kabe, në atë vakt shkretir e thatë. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, pas ngjarjes, domethënë të therrjes, rritet dhe martohet Ismaili alayhi salatu wassalam, dhe me dy gratë të cilat u sprovua, njëra nuk ishte për ta, e që i ndodh, dhe kjo është argument se njeriu ka mundësi mu sprovu me dikan që nuk është i përshtatshëm për ta, nuk është kallëpi i vet, nuk është çifti i vet, por Zoti i Madh xhelle xhelalu i dërgon alamete, i dërgon shenja që të lirohet prej atij njeri. Andaj Ismail alayhis salam kishte marrë një grua, mirë po Ibrahim alayhis salam i kishte treguar se kjo gruaje në mosprani tane nuk është për tyje. Dhe çka i tha, ndroje pragin e derës, që i bie se nuk ka fol drejt për drejt, por ka fol tërthorazi. Pastaj e merr një grua tjetër dhe me ta çon jetë dhe me ta zhvillohet Ismaili alayhis salam. Kur bëhet, domethënë në moshën e martesës, edhe bëhet i ri, edhe bëhet i zellshëm, edhe bëhet punëtor i mirë, atëherë vjen Ibrahim alayhis salam tek Ismaili në shkretirën e gadishullit arabik, ku ai ishte martuar me fisin, gruajën e kishte prej fisit Gjurhum, të se të ishin vendos në gadishullin arabik. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, vjen në këtë herë, edhe normal si zakonisht Ibrahim alayhis salam gjithmonë kur ka ardhur ja ka pru një urdhër. Gjithmonë kur ka ardhur ja ka pru një urdhër. Një herë e ka lënë vet, pastaj e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala me therr. Pastaj i ka thënë ndroje pragin. Tash kur ka ardhur nuk i ka thënë ndroje pragin, apo po çfarë i ka thënë? Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, këtu ku je ti, më ka urdhëruar me ndërtu shtëpinë e Zotit. A do të më ndihmosh? Dhe kjo ka qenë tradita të folurit mes prindit edhe evladit, megjithëse kanë qenë pejgamber, dhe këtë këta të ndëruar xhamat ka mësime. A do të më ndihmosh që ta zbatoj urdhin e Allahut subhanahu wa taala? E ai Ismail, i cili kishte dëgjuar që thika e tij të vënohet në qafën e vet për t'ju zbatu urdhri i Allahut subhanahu wa taala, çka pritet me than për me ndrejtë një shtëpi të Zotit xhelle xhelalu prej gursive. A dhe çka i tha gjithsesi babaja? Gjithsesi se të ndihmoj ta ndërtojmë shtëpinë Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu an, kur u takuan u përqafuan fort. Nësa jeton të vet, e qafi baba djalin dhe djali babën, sikur që thot Ibn Abbasi, bëri çka bën prindi me evladin e vet dhe evladi me babën e vet. Dhe këtu Ibn Abbasi radhiyallahu an kalon prej të ky rrëfim tani na përcjell në Kur'an. Thot tash përcjell në Kur'an, thot dhe këtu është fjalë Allahu subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin 127, kush është duke përcjell me mushaf, me Kur'an, thot Allahu xhelle xhelalu, kujtojo Muhammed alayhi salatu wassalam, kur Ibrahimi po i ngrit shtyllat e shtëpisë,
Kush është kjo shtëpia? Qabja e Zotit, Allahu ja shtoft privilegjin dhe nderin. Wa Ismailu, edhe Ismaili, Rabbana, Zoti jon, taqabbal minna, pranoje prej neve, innaka antas samiul alim, vërtet ti dëgjon dhe je i dikshëm. Tani të ndërrum xhamat në këtë surën Al-Baqara, prej ajetit 127 deri më andaj do të mundohemi me i shpjegoj disa prej tyre. Na rrofen Allahu tani pjesën më bazike, më thelbësore nga jeta e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, pas të kalimit të krejt atyre sikleteve dhe shqetësimeve dhe sprovave me popullin e vet, me arrogancën e tyre, me ignorancën e tyre, me mendjeletësinë dhe koktullëkin e tyre, dhe vjen Allahu subhanahu wa taala dhe ja mundson Ibrahimit alayhis salatu wassalam që të jetë ndërtuesi më i madh i këtë njerëzimit, baba i pejgamberëve, ndërtuesi i Qabes Allahu subhanahu wa taala, e cila ka qenë qibla e tina dhe qibla e këtë muslimanëve deri ditën e Kiametit. Allahu mos na ndaf nga kjo kible asnjëherë ya rabbal alamin. Andaj do të ndalemi sot me lein Allahu te bareke ve teala me këtë ndërtim dhe çfarë ka ndodhur këtë ndërtim. Tani të ndërum xhamat ne për shkak se i preferojmë mësimet morale edhe edukative, këtu kemi një varg historish. Detalet e kësaj na e kemi shpjeguar shumë herët kur e kemi shpjeguar tefsirin e ajeteve të surës Al-Baqara. Andaj kushton mund t'i kthehet tefsirit apo tefsireve të tjera kudo që dëshiron që ta lexon historikun e ngjarjeve të ndërtimit të Qabes. Shkurtimisht do t'i shpjegojmë që të kalojmë tek mësimet edukative. Mendimi i parë të nderuar xhamat është se Qabën i pari që ka ndërtuar janë melekt. Mirë po për këta nuk ka asnjë lloj argumenti kuranor dhe profetik, por tefsire të dietarëve të muslimanëve të marrura nga israeliatët, nga bite Israelit, nga i thartë të librit. Domethënë mendimi i parë është se Allahu subhanahu wa taala i ka thënë melekëve ndërtoni çtu Qabën Allahu subhanahu wa taala. Me kalimin e kohës, me vërshime të ndryshme, me batica dhe zbatica është zhduk Qabja, pastaj ka ardhur e ka ndreq Ademi alayhis salatu wassalam, pastaj prap ka hub dhe pastaj e ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salatu wassalam, dhe prej këtu pastaj janë zhvilluar ngjarjet. Pita Ibrahim alayhis salatu wassalam pastaj është më e qartë. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë i ulemave është se i pari që e ka ndreq është Ademi, baba i njerëzimit. Apo, mirë po për shkak mungesës njerëzve dhe numrit të vogël të njerëzve pak ka njëtuar dhe nuk është zhvillu Qabja. Mirë po janë rujt gjurmët, Zoti e ka ditë se aty e kalon Qabën dhe ja ka tregu pejgamberëve. Kjo është mendimi i dytë. Mendimi i tretë e që Kur'ani na le me kuptu këtë, apo se ndërtuesi i Qabës është Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Apo Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Do të ndalemi sot me ajetet që i morëm në ligjëratën e kaluar për të nxjerrë dobit. Ku tha Allahu subhanahu wa taala, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas. Kur ne e bëm shtëpinë vend kthim për njerëzit, vend kënaqësi për njerëzit, nuk ngopën dhe nuk mund t'i shuajnë etjet e veta me dashnin nga ndaj shtëpisë Allahu subhanahu wa taala, Qabës së Zotit xhel xhelalu. Dhe çfarë ka thënë këtu? Ka thënë an tahira baytiya, o Ibrahim dhe o Ismail, pastrone shtëpinë time. Edhe fjalë Allahu wa idh yarfa'u Ibrahima, dhe Ibrahimi po i ngritte shtyllat e shtëpisë. Që i bie çfarë të ndërum xhamat? Se shkurtimisht ka shumë histori se si ka ardhur të ndërtimi i Qabës. Mirë po, nëse marrim Kur'anin na lën ta kuptojmë se i pari që e ka ndërtuar Qabën është Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Dhe argumenti kemi të shumta, për tyre është se deri te Ibrahimi alayhis salatu wassalam adhurimet kanë qenë më të pakta, nga se numri i njerëzve që kanë besuar ka qenë më pak, dhe numri i njerëzve që janë kthik ka Zotja ka qenë më pak, dhe numri i xhamive ka qenë pak. Për këtë arsye nuk kemi argumente se ka ekzistuar. Ajo a dit në ilmin e Allahut se çtuan Qabja. Po a kemi argumente se melekët e kanë ndërtuar, apo Ademi alayhis salam e ka ndërtuar, apo Nuhi apo të tjerë prej pejgamberëve? Nuk kemi. Çfarë kemi për argumenteve? Argumentet prera janë se Ibrahim e ka ndërtuar. Më herët nuk e dim, dhe kjo mjaftomi neve. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, çka ju kallzojnë juve jehudit apo krishterët, ju as mos thuni jo, as mos thuni po, derisa të kishinin Kur'an. Se ka mundësi me kallzu drejt e mohoni të vërtetën. Dhe ka mundësi me ju rrejt, e ju i besoni. Domethënë, kur na kallzojnë jehudit lajme, për shkak se ata i kanë ndo lajmet pejgamberëve, andaj ne bëjmë çfarë? I themi neutral. Çu neutral? Ta shoh.
Për tash, ata që na kallzojnë neve, na e marrim, e futim në diagnozat dhe kandarët e Kur'anit. Nëse Kur'ani thot po çashtu, çish po thot ky, ata e marrna. Çë thot Kur'ani, jo nuk ka çashtu, thënë ajo. Mirë, nëse Kur'ani thot as jo, çish po thënë ata, as po. Mbesim neutral dhe nuk na bën dëm. Shumë prej meseleve të mbetësh neutral, s'të bën dëm. Çfarë i bën nuk bën dëm? Nuk e di. S'm ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ta di këtë meselë. Te ajetet e para të ndërum xhamat ku fillon Allahu subhanahu wa taala kur e sprovoi Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Çfarë i tha Ibrahim alayhi salam kur i tha Zoti i Madh xhelal do të bëj imam? Tha bëj edhe familjarët e mi, edhe nipat e mi, edhe farefisin tem. Çka i tha Allahu subhanahu wa taala? La yanalu ahdu adh-dhalimin. Tha Ibrahim, zullumçarët nuk e kanë këtë hise. Zot bëhen ata imam. Zullumçari nuk bëhet imam. Çka të ndërum xhamat, ta marrim këtë mësim nga Ibrahim alayhi salatu wassalam, për të cilin tha Allahu subhanahu wa taala wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahimi i cili aty për aty kiti plotsonte. Çka ka urdhër Zotit e ka plotsuar. Vini re, mes një ajetit dhe tjetrit min një herë ka ndryshuar Ibrahim alayhi salatu wassalam. Do të thonë, te doaja parë ka bënë doa. Zoti i ka thonë jo, s'bëhet kështu. Min një herë doa në ditë ka ndruar. Vini re, kjo është shpejtësia e besimtarit në përmirësim, shpejtësia e muslimanit në korrigjim. Min një herë korrigjohet. Çka thot? U kri. Çka i tha Zoti i Madh? Xhel xhelal. I tha Ibrahim a.s. O Allah, a mbane mu imam? Në rregull. Po dua dhe bijtë mi me pas në ta pejgamber dhe imama. I tha Allahu subhanahu wa taala, la yanalu ahd adh-dhalimin. Besën time, mëshirën time, pejgamberin time, çka ja jap dikujna, edhe imamllëkin, si ti zullumçar si ja jap. Që do të thonë që në bijtë tu ka me pas edhe zullumçar. Mini hadha mor këtë mësim. Vini doan tjetër që ka bëhe. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi min ath-thamarati. E mora vash ordi çka thave. Men amana minhum billahi wal yawmil akhir. Min herë dy e ka ndru. Ka thënë o Zot, bane këtë vend komplet të sigurt, të mbrojtur, dhe furnizoj me rrezik për fryteve, fillim që ishtë tha familjarëve të mi. Këtu miliarë e përmisoj. Që ka tha atyre që kanë besuar të ti dhe në akhiret. Pse e kuptova se duaja e par ishte lëshim, apo? Se për shembull, ka mujtë me thonë kështu: o Allah, mbane mu imam, po, bëj edhe bijtë mi prej muslimanëve që do t'jenë ata. Por nga dëshira e flak që kitë bijtë e vetë, kitë nipat e vetë t'jenë prej imamëve dhe prizve, atër çfarë ka ndodhë? Allahu e korrigjoi. Çfarë i tha? O Ibrahim, jo zullumçart. Jo zullumçart. A e morëm mësimin? Po. Ndroje tash doja. Me njëra ka ndruar. Kjo të ndërum xhamat është edebi me Zotin. Kur të kuptosh se çka ka gabim, një herë përmirësojo. Sa do të më të prit për më përmirësua? Sa do të më të prit? Allahu subhanahu wa taala ka dhënë këtë imër të ndërum xhamat që çdo ditë nesër me pas që kena bë gabim sot. Apo, për këtë arsye kanë pyetur Imam Ahmedin, kush shpëton te Allahu subhanahu wa taala? Si e vlerëson, ka thonë ti musliman të mirë, ka thonë atij që si barazohen 2 ditë. Atij që si barazohen 2 ditë. Dhe transmetim tjetër ka thonë atij që i barazohen 2 ditë ka dështuar. Çka është më të barazu 2 ditë ndërum xhamat? Çka më të barazu 2 ditë? Nëse ti për shembull, gjakon e xumo, sot do e shton, nesër e dill, mas nesër e han, edhe e sill këtë 700 nisoj. Si stunën, si dillën, si hanën, çaj. Çka i bie se ti si ti lexu gabimet. Ti nuk mundesh dillën mos me gjet kur gjo gabimet stunës. Shiko, Ibrahim a.s. tha, o Zot, bijtë mi, bëj pejgamber, bëj imama. Çka tha Allahu? Po, ama zullumçart jo. Po, ka me bënë shumë pejgamber për ti, ama zullumçart jo. Se ka me pas pibive të dhe zullumçart. Ani pse janë prej gjakit tan. Apo vini re. Me njëra ndroj, dytën, çka tha? Men amana minhum billahi wal yawmil akhir. Por zdyti çka tha? Ata që kanë besuar Allahun dhe ditën e Kiametit. Por çfarë arsye të ndërun xhamat? E kuptova. E bona dua ngabim, po plus pejgamber. Korrigjimi vjen me një herë. E tani të ndërun xhamat, çka është më u barazu njëri 2 ditë? Dillën mos me mujt njerin fletorën e vet me lexu asnjë gabim të shtunës. Para meno sa ngat. Sa ngat. Pse ka thon 2 ditë më të barazu? Se ku të bën 2 vjet harron. Që tash për shembull vet dikush, a ditë vjet
Apo ditën e 25 apo 21 apo ditën e 3 të Ramazanit çfarë gabime ki bo? Vetë do të ditë tretën që ti Ramazanit që kanë bëhet, ta ti Ramazanit që nuk shedi valla. E çka do të më vao të ndërum xhamat, por mirësimi do të më kanë aty për aty. Mirë janë pendo. Çka ke bë sot? Sot më janë nesër pendohesh. Pse? O Zot, kam gabuar. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70 herë me një transmetim, 100 herë me një transmetim tjetër ka bëj istighfar, astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Kërkoj falje për Allahut dhe pendona tek Ai. Unë ti hiç pa bën gjuna, 100 herë i ka thënë Allahu më fal. Në 100 gjuna e i bën një herë se thënë Allahu më fal. Ai hiç gjuna s'ka bë, nisë o Zot fal, o Zot më fal, o Zot më fal. Për këtë arsye të ndërum xhamat ti sheh se njerëzit janë bërë arrogant. Janë bërë brutal, ju kanë vrashtu zemrat, ju kanë ngurcu zemrat. Pse? Se s'përmen Allahun, s'përmirësohet, veç gabimet e tjerëve i këshirë. Tu i këshirë gabimet e tjerëve, fundja, masi ti këshirë gabimet e tjerëve, apo të kahët, apo të keshët. Masi njani thot, vallave o gjo, nështë ti po thumi gjithë gabimet, po një farë me laqeve, ato mu duk vetja, ajde, po shkojmë që i e me laqe. Hajde po shkojmë që i me laqe. A ki gjetë në i shejtan dikun? 100% e ke gjetë në i shejtan dikun? Apo, po shkojmë supozim, se ti me laqe si je. Po hajde po ta merr menja, kur su po të vinë që si je me laqe. Hajde, mos të lodhë me shumë e sumë. Se njëjë thot, ko të kije, nuk binë në une, në regull. Që ato gabimtarë shka pishe e ti. Apo, jo ti, mashallah të barakallah, ti s'ki gabime. Po aj tjetëri që ka gabime. Apo s'ti gabimi i ti mu pendu, atë të s'ti mu knaqë. Çfarë atu në ashtitë ndërëm gjemat? Fundja, kur i të gjetë një gabim të tjetëri, po pendohë mërë? Po të këshirë më insanë të po gabim? O Zot na falë. Thuj o Zot na falë. Masi si të mujtë me gjetë gabime me thonë o Zot më falë, thuj o Zot na falë. Na as o Zot më falë, as o Zot na falë. Cëla? Tash ti mashallah, tamam, fletorja jo të barë, shkëlqesi, margaritar, vetë se vapen ta. Në regull? Apo, qështu për men nën ti? Po qka thu? Ama e kam një kojshi zi e ko fletorën. A një të pendohën ti? Pendohë, o Zot fale, o Allah fale. Apo, e qish bënë të ndërum gjemat, mi a gjetë njëri gjithë ditë gabimet e së këm fale për ta. Apo, bille gëzohësh. A di shala për Allahit, mësë për vend t'i shka, për t'ja thënë qafën. Jo, kështu të ndërum gjemat. Po këta syje, shiko, mësimi i parë që ka ba Ibrahim a.s. cili jo, o Zot, te doaja e parë, apo nuk mujta me formulu që ishtë duhet. Ama unë më një herë ndroj. Ana, ja, e thash qashtu, në të mejse qashtu mo. Pse me mejt qashtu? Por shka me mbejt qashtu? Por shka me mbejt gjuna? Por shka me mbejt nga bim? Por shka me mbejt në diçka e cila nuk e do Allah subhanahu wa ta'ala? Të ndërun gjëmat, gjdo dit muslimanit me nëzirë ka një mësim. Gjdo kafe bëshka e pi me dikan, nëzirë be një mësim. Mëso marë diçka? Televizorin kur ta kalësh, ketë kena televizora, mëso diçka? Apo? Jo digitroni veç me sil, vabe silë që ati, apo me u vak. Jo, mëso diçka, shlojnë i dokumentar, mëso diçka. Edhe nëse këshirë për shemull, kafshët, mëso diçka. A janë makhluki Allahu Gjellë Gjellalu, kresë Zotë Gjellë Gjellalu. Nëzirë diçka, mësime. Për këta syje, dhe kitë këto lidhi me tanën, me fletorën tane, me gabimet e tua, me punët e tua, në mënyrë që fletorja jote të Zotë Gjellë Gjellalu tjetë e pastër. Andaj, shiko, Ibrahim a.s. të parën herë, tamam, tha, o Zot bitemi pa e kushzue. Allah u shka i tha, o Ibrahim, kur të lutësh, kushzoje. Ata qka i japin, ata qka kanë besim, edhe besojnë akiretin, atyri i japim prej friteve. Pas të qëfar tha të ndërun gjëmat? Allah u gjilë gjelalu hun, qka i tha, tashmiru lute. Por regull jema tjetër, tashmiru lute. Qka i tha, o men kefara. O Ibrahim, po të kalëzë dhe dishka. Se njerëzit i kam kriju une. Njerëzit se ka kriju vetën. Unë i kam kriju ata. Edhe une du të mjë dhanë buk. Po, ka musliman dhe jo musliman. Muslimanve ju jap buk edhe madhurojnë, më falëndërojnë. Jo muslimanve ju jap buk edhe mbohojnë. Ama prap du të mjë dhanë buk se unë jam zotit të në. Ja, baba i ka fmit e vetë, ka vlet të vetë. Njani i bindët babës vetë, 100%. Si aprishit, qatë i thoje. Edhe kur mendon që i baba gabim, e lajnë atë të baba me tonën. Në regull, edhe jep ki. E ka një tjetër rebel. As një lafës janë gonë. Hiq, qka të thoje baba ki kitë kundur? Qka ti thoje nëna? Jo, nuk ka qashtu, kitë kundur. Qka ti ti urdhojnë, kimi njerë ju del karshi? Ama baba qka thot? Me ngu vlavin
e ngushëm, çka thot mos ja babo këtina. Nuk është ngon ti apo. Ama Allahu subhanahu wa taala çfarë ka po prindin? Prindi thot, ti rrish tu për vetë. Ti i miri, po unë edhe këtë vllatë kam. Po kish ngon. Ani ne thoj buk. Ne thoj buk. Apo me ngu vllavin, kish do të më hongër as ujë do të më pi, apo me na ngu neve për shembull. Me na ngu neve. Hasmit e tu. Ai çelon pa buk. Bana e so kështu, me pas me pull, me dugme, me pull. Trak e shtip edhe kitë kundërshtate tu, kitë hasmit e tu, ju në letë buka. Ha, o, pikure kish mi trus. A ti pikure kish mi trus? Trus e mëre, nalja mëre frimën ven. Pa, aj, po më hajka buk, aj. Apo, aj haram e ka bukën. Ne e nalë në mini herë. Qka i tha Ibrahim a.s. Tha, o Zot, kush vjen këtë ven, jepi me hangër buk, edhe jepi frite, që tha Allah subhanahu wa ta'ala, o men këfara. E qafira o Ibrahim, kush mi o dhëmë buk? Po të qafira. Po tha, fe umetti'uhu qalila. Do t'i la pak. Ne t'hajnë pak edhe ata. Ne t'hajnë pak edhe ata. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pas dunjaja vlerë të Zotit i madh, vlerë të ndërruar xhamat. Çka i bie kit dunjaja komplet Allah s'ka vlerë hiç. Hiç be s'ka vlerë. Po na jap na vlerë apo. Neve na dridhet zemrat, grithet keri, shpirtin ta ka. Apo ski pak më të turbulluë financat, ekonomia, rroga, apo turbullohet gjithçka. Është njëri mazon kur ta shifsh ti thu ka dek dikush, ai thotë jo se do biznesi çashtu. Tamam, e morën vesh se ku ka kap e keqja. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Fa umatti'uhu pak. Thot pejgamberi alayhis salam, sikur të kish pas vlerë dunjaja te Allahu subhanahu wa taala. Sa vlerë? Sa krahi i mizës, mushkonjës. Ha? Merë të ndërum gjemat verës, merë mitë e mizën, ta kuptosh sa vlerë ka, se s'ka hiq. Merë, na kipa rrim me atë stakën, vazhdimisht, e mitë në mizën, apo, i mitë e një dhe merë të dora. Merë me gisht të hekja krajnë. Kime pas azër, kime pas. Shekët. Kime e do për gjimës, ama krajnë. Kime pas nevoj për dhe një picet, për dhe një gjilpan të vogël, e me mujtë me kapat atë krajnë, apo. E pastaj ai krahi ti e sheh se është i holl, shumë i holl. E nëse e vendos ndoshta gramin se mrin. Ti se mrin gramin. Thot pejgamberi alayhis salam, komplet dunjaja jon, çka ne ka kriju Allahu ta Allahi sa çajo s'ka vlerë. Jo komplet miza, sa e madha miza, veç ai krahi, na sa miza ndetimit na. Ha, sa miza plot ti veç, apo. Mirë po, çfarë na thot Allahu subhanahu wa taala? Sa çajo s'ka vlerë. Ka thënë alayhi salatu wasalam, sikur të kish pas vlerë sa çaj kra, qafirit një gëllajk ujë sa kish dhënë. Mo ti thon, unë një multimiliardero, qafiri adhuron lopën. Po be, Allah ka thënë fa umatti'u qalil, lepa. Thumma attarruhu ila adhabin nar. Pastaj e kapi me zor është ti në xhenem. Pse me zor? Se vullneti lidhën dunja. Atje s'ka më vullnet lidh. Në ahiret të ndërum xhamat, si të vdesë njëri. Ha, si të bëhet. A ki po, sa shpejti ndrohet emri njerit. Mrena sekundit që shukon filani, veç bëhet gjenazja. Ndakik. Apo, a ki po, veç ka ndrujet, apo tak, e thirë ogjën, kemi një, a i thuni njeri, jo, një gjenazë. Kur u bëhet, shkoj. Apo, folja ti, qu, kapja dorën. Apo, a ki pa gjenazë para hoqës sa i dërzu më? Ishtë nuk ban, kur farpotere nuk ban. Apo, a para mëna me ka një gjallë, a më në t'la në hoqë? Së në t'la. Apo, pa këtë asyje, shiko fëmija, zdi kur gjallë, ja qëtë ujnë, kanë shashtrisët, pse? Zdot tutët. Pa këtë asyje të ndërun gjëmatë, shiko Korani që ka tëtë, leje pak në të haje. Nuk ka kjo për të mirën e tina. Nuk ka kjo që anë levërdin e tina. Thumë me atër, pas ta e marë zvar, me zor. Pse me zor? Pse ka arë me zor? Po kush do me hinë gjenem të ndërum gjëmat? A dini se kur ti ngrejnë me lekt gjenemlit, Allah në arruj pjasa i gjendje e Rabbul Alamin, kur ti ngrejnë zhak, aj me kitë fuqine vetë për toke munohet më kapë. Vish mëstinje në të zelë. Djetarë kur kanë folë për gjenemin të nërrumë në gjematë, se të na kitë Ramazan e kena ninu për mësme në qatë gjenem. Apo, a dini se të nërrumë gjematë sa me lek e rujnë gjenemin? A dini sa me lek e rujnë gjenemin? 4 miliard e 900 milion me lek.
Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xhenemi ka 70.000 frena. Frena i ka. E majnë me lek. Një fren e majnë 70.000 me lek. Mos me livrit. Më shkun aton këton. Çele kalkulatori që sa ta çet. 70.000 herë 70.000. Apo. Veç kur ta shohë njëri xhenemin, veç kur e sheh. U thot veç, mos më çoni më çati. O, më çka dush më ju jap, ama u ka krije. Qudhi al-amr. U ka krije punë. Këtë dunja ki pas liri, më fal, më xhoru, më dhon zakat, më bo hax, më bo njëri mirë, je bo zullumçar, je bo kafir, je bo munafik, je bo arrogant. Vjen një ditë, harroje që ti fol me atë, harroje që shtitë që azgan, harroje që ti kallzon diçka atë. Allahu ja thot na kemi melek. Kemi melek. E a dit kanë më pasajnë të ndërëm gjemat. Jo këtë dunja. Këtë dunja këshirë shkajnë të bo. Shirë është këtë bo i forti kundër dopti. Apo shifni? Kur doje bombardon. Apo edhe kur doje lun. Thot kur kime nalë me luftën, kur duve thot e nali une? Kur duve nali? Ani fe ume ti'u. Ani me të hajve pak që të si hajvan. Thumë me atër, pas taj dhe ta fus me zorë në gjenem. Sa i zdo me i në gjenem. Kur kush nuk do me i në gjenem. Thot Allahu që wa bi'sal masir. Sa me një kërë që është. Allahu në rujtë. Po këta sytë ndërnë gjumë. Shiko këtë hyrje në ndërtimin e qabës që ka ba Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Pas e thot Allahu gjeli gjelalu wa idh yarfa'u Ibrahimu l-qawa'ide min al-bejti. Tani kalën skena duke e ndërtu Ibrahim a.s. qabën. Dhe kemi thamë të ndërëm gjema gjithmonë se Kur'ani shkurton ngjarje dhe drejt të kryesorja. Drejt të kryesorja. Apo tani nëse do dikush, po ku i kam ledh gurzit, po ku wa idh yarfa'u Ibrahimu l-qawa'ide min al-bejti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qabja të ndërëm gjema është vendi më i shenjtë në tokës. Vendi rreth e përqartë qabës quhet harem. Kush ka shkuar hax edhe në umre, Allah ja mundsoft atyre që kanë shkuar me shkuë, atyre që kanë shkuar mi vetë doni me shku prap, përgjigjja gjithsesi. Apo gjithsesi, vetëm paguaj dikush apo ti mbledh parat. Allah na mundsoft me shku shpesh ya rabbul alamin. Mirë po me shku e mu kthi ma musliman. Me shku kufera mu kthi plepa. Jo, më shku e çish duhet, e mu kthi ala më mirë se sa kish ku se ka plot njerëz që shkojnë, e kur të kthehen, ti thu ku keve valla, keve në Antalya, në Qabe. Nuk di me dallu, apo do, as moral, as në ibadet, as në karakter. Çau valla me ti. Ki pa Qabën e Allahut. Shpinë e Zotit xhel xhelalu. Ti mos dush më kanë njëri kurrë. Ti s'ush më kanë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Haxhi pranum, ç'problemi? Ç'problemi haxhi pranum? Nja, në dunja, sikur kur e kalin nana. A mund është i mishku dhe një foshës me thanë, o pjanec. Sa pjanec, gjuna, s'ka asë një mëkat. Kështu është haxhi pranum. E në akhirat, veç gjeneti. Allah në bëftë nësib, ja rabbel alamin. Andaj shiko, qabja vendi më i shetë. Vërreth dhe përqarkë është harem. Qka është harem? Tokë e paprakshme. Tokë ku Allah subhanahu wa ta'ala me kaderin e vetë, nëse të dënton dikush me bëhë diqka, aj me kader reagon. Babgjyshi pejgamberit alayhi salatu wasalam, Abdul Muttalibi. E ka nis Abraha luftën me elefanta. Ka dash ta sheh me qabën. Ka dash ta qej me qabën. Po diçka do robi, tjetër shka do Zoti. Mos u jap zor. Kjo mesazh për krejt. Mos u ban Abraha, se Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, na kena tayran ababil. Me zëgje ka gjujt. Edhe rrugës ka shkue edhe i ka pos devët Abdul Muttalibi, gjyshi pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja ka mor devët, ama ende s'ju ka afru qabës. Edhe kanë thonë, o Abdul Muttalib, ti kanë mor devët. Po të kush mi ka mor? Ka thonë që ki shka i Jemenit, i Sanas. E ka shku Abdul Muttalibi si pronari devet vetave. Edhe ata e kanë ditë se ky është prej familjes që ka kujdeset për qabën. Edhe që kanë thonë, edhe kur ka fol, kisa ka hi ka thonë, o i ndërum, devët shlomi, ami devët e mija, bo ma malin tem. Ka thonë, që ishbe devët, ka thonë, du me ja prish qabën, ti më dhu mu devët. Morë shpinin e të prish në qabën. Apo, që i ka thonë Abdul Talibi, ka thonë, o ti insan, ami mu devët, sa jo qabë e ka një zot, hajo runë ata. Ami ti mu devët e mija, e ti
si tjetë, apo, a do me e prish po? Prishet e më zanina. A me e ka një zot e runa ta. Qafiru kanë, që qëfar ka thonë? Apo, a e ka një zot, ti mu së mërzit. Ti mu së mërzit për ta. Apo, njani për neve tash i ka një hedhët në bark. Shka po ndodhë dhe me gjirë në arabik. O, dhe falu ti për vete. Apo ki gajle për ata. O, zoti më rrën qabën. Sa ti e runa? As ka një, ka se bepe. Pa Allah subhanahu wa ta'ala e run. Andaj, qka i thapën më talibi? O, bemi dhe vëtë e mija ti. O, ti këshiru në punë të mija në ja. Aja ka një zot. Për këtë asytë në rëmgjëmat nuk ka vend më të shenë se qabja. Ne kena kible, kitë dunjaja, ku do musliman që egziston, e ka obligim, kur t'i vene në vakti namazit, mu drejtu ka kible. Ka qabja Allahu subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allahu gjele gjelalu, wa idh yarfa'u Ibrahimu l-qawaid. Vini rejtë në rëmgjëmat, në gjuhën arabe, ka ardh idh yarfa'. Yarfa' është folje e kohës së tashme dhe të ardhme. Kur i ka zbrit Kur'ani pejgamberit alayhi salatu wassalam, qabja dhe kjo ngjarje a ka qenë e kaluar, a e tashme, a e ardhme? E kaluar. E kaluar, e kryer. Domthon, e bame, e sost, në histori ajo. Qabja, kur i ka zbrit Kur'ani, qabja ka aty. Apo, e tani kur pi zbret Kur'ani pejgamberit alayhi salatu wassalam, çfarë do thot? Ngjarjet janë tri. E kaluar, ja, e tashme dhe ardhme. Dhe kjo është ndarja më e mirë e foljeve që i kanë ndarë arabët. Madhi, mudhari edhe emër. E kaluara, e tashmja dhe mudhari është për të ardhmen. Apo, të na i kena pak ma, apo, mënira kushtore, dëshirore, e kaluar e krije, e kështu më radhë, kush i ka mësue, e din kush i ka mësue, nështë edhe nuk i duhen. Tani që du të me kuptu në të ndërrum gjëmatë qëtu? Kur'ani nuk po thot kur e ka ndërtu. I thoi kështu, wa idh rafa'a Ibrahimu l-qawaid. Shka thonë kështu? Që shka thonë? Wa idh yarfa'. është e tashme, e ardhme. Djetarë kanë thonë, nalë pak, kjo ngjarje u ka kri. Kër ka zbrit Kur'ani u kone krime. Pse ka zbrit e tashme dhe e ardhme? Por disa hikmete. E para, kur ta lexosh ti, kur po ingrit, kur tashat ingrit, Ibrahimi, shtyllat e shtëpis dhe Ismaili. Çka do ti me? Çka do Kur'ani për kësaj? Ta paramendosh që tashat ingrit. Tashat ingrit. E çfarë ka kjo? Që ta kuptosh sakrificën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Domthon, jo me paramendu, u ka krije, ka sose, ka ndreq, jo. Apo, a keni pa dikush kur do me ta madhnu, që ta kuptosh? Por çmë e ka ndreq në shtëpi. Edhe ti shkon, thash për shemb e ka marrë çelçin, trak e ka çel. Edhe hajde thotë të pina çaj. Apo, nëse të thirr, se shumica nuk thirrin. Apo i kanë bërë për regjinë. Që o gjë shtëpia, shkon gurbet, ec vazhdon. Apo, në rregull. Edhe shtash do me ta kallzu shtëpinë. Kur do me të kallzu veç kështu përgjithësi, çka do të çë kjo? Apo, kur do me të kallzu si u ka lodh, do të ka dale. Ktu u kon rrafsh. Ha? Tu u kon rrafsh. E kena marr hekrin. E mosoni betonin, e kada, e ai mjeshtri, e ky mjeshtri, e na, e mosanina janis pak të shoh mjeshtrat, se janë vanue. Apo thon, kit kjo për ta treguar sakrificën e vet. Në rregull. Sa më detale që e kallzon do me të kallu që jam lodh, që ti thush mashallah, apo thon që çaj të vënë më i shisht. E të ndërum xhamat, çka don Allahu subhanahu wa taala me neve kur po na kallzon një ngjarje të kaluar me foljen e tashme dhe të ardhme. E para, Allahu ja thot, para mendoje, përfitiroje Ibrahimin të ndrejt qabën. S'ta kuptosh se dikush ka sakrifiku, është lodh për këtë fe, pejgamber Zotit, një pas një, deri te i fundit për tëre, më i miri për tëre, Muhammed Mustafaja, alayhi salatu wassalam, krejt këto kanë ardhur për me ndërtua imanin tan, xhenetin tan. Ta ka vizatur rrugën e xhenetit Allahu subhanahu wa taala. E kjo është shumë e rëndësishme ndërum xhamat. Apo, keni pa qeveritë e botës një gjallë e ndrejt, 1 kilometër, apo 700 vete për men. Na e kena pas ndrejt, apo. Sot i ki plesh thot, o këto titës janë, se këto ton kur gjos kanë bë. A e ki po, pse don me pa sikur ti gjallit e po titët, ku ka dek me tita, po më thot ai ka ndrejt, apo. Ai e pa ndrejt. Vini re, Kur'ani të ndërum xhamat, Kur'ani nuk e ndron një folje nga e tashmja kalumë dhe nga kalumja në tashme, po çfarë? Për çfarë? Po për një hikmet. Cila hikmeti? Në këtu këtë rast çfarë kemi? Kujtone për fitiroje sikur të ndërtu tash. Se njëri të ndërrum xhamat kur e shathu, vini re. Nëse sheni njëri të ndërtu shtëpinë, midis nxehtit 14 gradë, punon njerëz të ndrejtë. Edhe shkon një tjetër për shembull e sheh shtëpinë e krime. Ma shumë ndhimët ki i pari.
e pashbe, u munojke, bajke, zallin, aton, keton, dhimbët më shumë, apo. Allahu subhanahu wa taala në përmet Kur'anit, dhe Kur'ani të ndërruar xhamat ka tasawwur, ka perceptim. Thot, veç para menoje të ndrejtsh, apo, veç ai me djalin e vet. Ibrahimi dhe Ismaili. Ismaili të ndërruar xhamat së kon shumë domthon i aft si baba i vet, apo, që me mujt me i kry shumë punë. Pse ka thon ti veç gurzit, ngat magurin, unë e vnoj. Ngat magurin, unë e vnoj. Apo, dhe pastaj e ka ngrit pak më lart. Pak më, don, njëra ka sa dur të veta, pastaj ka thon bëma edhe një shkam, tash edhe pak më lart. Apo, për bidëshirën e Zotit xhelxhaço, për dëshirën që t'ia bojë Allahu subhanahu wa taala shtëpinë, e cila është normal tham simbolike, më të madhe se sa vetja vet. Kjo është e para të ndërruar xhamat. Pra, ta perceptosh sikur je duke e parë. Apo, andaj çka than te mbreti kur foli Allahu subhanahu kur na ka thënë si çka foli Ibrahim sa me Numrud, çka tha? Elem tara, a nuk e ki pa? Se kena para? Pse ka thonë a nuk e ki pa? Që ti të hish në ngjarje. Nëse nuk hin ngjarjet e Kur'anit, a mund të ndërruar xhamat dikush me përjetu Ramazanin ton, apo? A më thot, a mujnë ta përjetoj ama mos shtini ju në xherim. Çish, s'mund do. Apo, a mujnë ato çiket lezet, çiket knasi, çiket shihret, çiket shije, ama unë nuk du me nënue. Nuk mundesh valla. A ka di çish? Nuk ka. Çish me hije, hinni no, hin falu, hin bani veprat, ki me shijue. Andaj, Kur'ani të merr dhe të dërgon ku? Këshire, para mendojen qabën, vani shkret, e ka ngrit qabën Ibrahimi alayhis salam. E para, e dyta, koha e tashme, këtu që është përdorur, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaid, dhe koha e ardhme. Çfarë argumenton? Se kjo qabë edhe pse u ndërtua shumë vite, mia vite më herët, është më tashme se ngjarjet e juve, dhe do të jetë në të ardhmen pavarësisht juve. Do më thonë, ma e famshme është ajo se kitë që ka ban ti, me gjithë shumë e vjetën. Ma e ngritur është ajo se kitë që ka ban ti. Kitë palatët që kanë më ngrit në dunia, nuk kanë mundësi me mor famën e qabës. Apo, kitë palatët. Po në rrumë gjëmat, ne kemi përmenjë, apo, kush ka shku në haqë e di, edhe në umra. Atje në haqë ka hotele shumë. Tash njëri prej hotele matë mëja është, ati ka 120 katë, sahati. Apo? Me mija dhe miliona dhe miliarda euro. Apo? Ama kur shkoj njerëz e shkojnë për qabë. Apo? Shumë i mira hotele, alhamdulillah, shumë i mira. Ama qabëja, ku për shka shkojnë? Shkojnë për qabë. Apo? Dhe Ibrahim a.s. ku jeton? Të në Irak. Irak ja kam për plot pallate, për plot ngrehina. Këtë pallatet mëdha janë kam. Ama Allahu subhanahu wa taala shkon drejt çetin shkretin atje. Shkon drejt çetin shkretin. Çfarë kena me bëna? Çfarë kena me bën? Për këtë arsye të ndërmë xhamat. Nuk mund të më ngrit kur gjë për mi çapën. Kur gjë nuk mund të më ngrit. Mund të më duk më e madhe. Unë jam shkrim për çapën. Apo, për këtë arsye të ndërmë xhamat. Nuk ngritet dikush mbi të vërtetën, veç Allahu xhamat thotë ka dhënë. Nër. S'mund të çka. Nuk ngritet dikush kundër për mi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, veç Allahu xhamat ka thotë. Ulu. Shikoj sura Hujurat të ndërmë xhamat. Sura Hujurat. Allahu xhamat në Kur'an. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ju musliman, mos e ngritni zanin për mizanin e pejgamberit alayhi sallallahu alajhi wasallam. Zanin të ndërmë xhamat. A di çka zon? Vollumin, jo menimin. Jo ti më thon aty jo. Edhe kur ti thush po. Kur thuni ja Rasulullah, më but. Apo, shikoj të ndërrum vollumin e kanal. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, po më thon jo. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi. Thotë Allahu subhanahu wa taala, le të ruhen mirë ata që shkojnë kundër pejgamberit alayhis salam. Të ndërrum xhamat, njerëzit shumë interesant janë se si përsëritin ngjarjet historike. Gjithmonë histori kanë dështuar ata që kanë dalë kundër pejgamberit alayhis salam, ama që sa herë dalin të veçelat, ta provoj me unë thotë. Ta provoj. Inna shani'aka huwa al-abtar. Allah thot, s'tmerr dikush i nati vetë as gjëshojnë ana. Ama njëri jam Armenia. Ata shiko. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Pse o Zot e punën tashme, ai po i ngrit shtyllat për të na treguar neve se atë çka e ndërtojnë pejgamberët. S'ka dikush që ndërton diçka mbi ta, vetë ajo shemët e pejgamberëve jet. Të ndërum xhamat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi jon Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Sa vjet ka jetu komplet? 63.
40 vjet s'u kon pejgamber. 23 vjet. 23 vjet ndonjë gjë. 23 vjet. 13 vjet i ndjek i përsekutum pi zullumçarëve dhe mushrikëve. 10 vjet pak më i fort. Veç 10 vjet e ka formu shtetin. 23 vjet. 23 vjet e ka ndru kohën e historisë. Sot sa jena? Kjo është Ramazani 1447. Ha? Plus 13. Në rregull. Mirë. Tani 1447. Veç hekja 10 vjet. Veç hekja 10 vjet. Krejt këto vite tjera janë qysh e kalon historinë pejgamberi alayhis salam. A kanë pos boll vakt këta tjerë. Po 23 vjet baj, po prishne. A qysh me prish? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt. Ai dhe çfarë shtëpie të ndërun xhamat? Ibrahim alayhis salam ne kemi demonstruar të ndërun xhamat. Ai mund ta shifni në YouTube në mënyrë figurative se si e ka ndresh Ibrahim alayhis salam shtëpinë. A dini se ka ndresh shtëpinë të ndërun xhamat? Ha, thjesht. Tani unë me dur po jo kallxoj, po ju mundi me paravendu ngrije. Apo. I kanua 4 shtylla. 4 shtylla. Apo. Këshirë në këtë tavolinë, qështu, sikur që këtë tavolina, apo, edhe shtyllat po. Veç, një në anë ka bo drejt, qështu, tjetërën e ka silë, rrëth. Tjetërën e ka silë rrëth. E ku shkonin qapë e shifnjat, rrëthin. Veç është i da, për histori tjera. është i da. Edhe këtu për me e kalon qenë. Edhe i kalon dy dyrë. Një dyrë qëtu, edhe një dyrë këtëni. A e kuptën? 4 mura, një rrëth, pa që ati, 2 dyrë. Binire, edhe dyrë t'ja kanë për toke. Do mund, dherë dhe ka vizatu kështu. Për toke. Ka hi, ka dalë. Të ndërum gjëmal, kjo thjeshtësi, por është e vërtet. Kjo thjeshtësi, por është i zëmbi Allah. Kjo thjeshtësi, ama është urdhë dhe Allah. Sot sa pallati, sa ligji, sa muzeo, sa arkitektura, sa inxhinieria e kanë bë kështu, e ka bë këta, i kanë shti 1 miliard, i kanë shti 700 miliard, apo edhe shkoj njëri të tamam e pash, ale, çfarë të bajnë ustash? Ata vafti baj. A keni pa njëri kur do me përbuz diçka, çka thot? Unë ata vafti baj sa kësona. Pse? Po s'bën këtë vaf, valla. Se kjo nuk ka shtëpi Allahu subhanahu wa taala. Po këtë arsye Allahu e pruni në kohën e tashme dhe të ardhme për treguar se atë çka Allahu e ndërton, s'ka kush e vrish. Pejgamberi sa 23 vjet ka punu. 23 vjet. Pa e morëm me logjik të ndërum xhamon. Pa e morëm me logjik. Një njeri 23 vjet ka shkruajtur libra. Ka shkruajtur libra 23 vjet. Po pesojmë kështu jashtë pejgamberllëkit. Një shkrimtar, autor 23 vjet ka shkruajtur libra. Edhe tash, para menoti mi angazhue 23 njerëz të tjerë nga më të fortit piketa të tyre, pi autorëve dhe shkrimtarëve, edhe mi audhon ka 200 vjet, që thonë ana mundsi, shans. Ka 200 vjet i keni, tut 23, mund në këtë çka i ka bën 23 vjet punë. Çka? Na 23. Mirë, a ka met me 23? Jo. Allahu xhallahu ka thonë këtë dunjajes. Wa in kuntum fi rayb. Kujdo, pa përjashtim. A jeni 1 miliard, 8 miliard, 100 miliard. Wa in kuntum, kushdo që është në mëdyshje, në paranoja, dyshime, jam asla ne jaskëni agnostik thot jam unë. Në rregull. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kushdo këtë bashkë bano. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala tjetër, walau ijtama'atil insu wal jinnu, mu mbledh e gjinët edhe insan, me e pruni që si Kur'an, la ya'tuna bi mithli. Së bime që është të. Apo, shikot të ndërum gjëmat. Njëni thot, as kena be na cigla me bo, tulla me bo një qabe tjetër. Kanë provu të ndërum gjëmat. Vallaj kanë provu. Kanë provu me bo shpia, s'është bo. Kanë ndërtu katedrale, kanë ndërtu faltore, kanë ndërtu ti e shë e madhe, tutër sa e madhe kanë bo. Apo, o më thu, tamam, me e shkrejt ati, që kjo të ndërru në gjëmatë, se kur i jep Allahu diçka me bëhen vërtet, s'ka mund si diçka më ngrit për me ta. Anim se ti duket e thjesht. Sa njeri shkon qabe, apo, kur e shë strukturën, po që kjo qabja, po që kjo qabja. Strukturë, as nuk hinjet në ta, asë në himrejra, dush mi bo tavaf, 7 herë tavaf, largohesh, katësh. Pra këtë asë ju të ndërë në gjëmat, ta koptojna. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id min al-bayti wa Ismailu.
kur I vendoste shtyllat kush? Ibrahimi të shtëpisë me djalin e vet Ismaili. Tjetër këtu të ndërmë gjëmat, çka kemi? Ja ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala Ibrahimit a.s. shtyllat. Se kjo feja me shtylla, kjo feja me bazë. Po nuk e pa të bazën, shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pastaj namazin, apo pastaj agjërimin, zakatin, haxhin. Pa shtylla, a ka shtëpi pa shtylla? Njëri thot, po mana diçish, s'ke çish më marr valla. Çish ke më marr? A marrësh pa shtylla? Kjo ka rrikë më ai shtyllat be. Apo pa shtylla s'ka. Qilla pa shtylla. Qilla, a është pa shtylla? Mirë. Ama Allahu shka thot, inna Allaha yumsik as-sama. Allahu e man qillën. Për këtë arsye, njeriu duhet ta kupton se feja me baza, me thelb, pa I pas shtyllat, s'ki mundësi me vazhdu. Për këtë arsye pse kam qawaid min al-bayt. Këto janë shtyllat e shtëpisë. Shtyllat e shtëpisë. Pas e ka thënë wa Ismailu. Dhe Ismaili. Komentatorët të ndërum xhamat kanë thënë Ismaili derisa po e ndërtonte Ibrahim alayhis salam çapën, e kishte marrë një shkamb për t'i rendit, njëra e ka rendit rendin e parë, apo pastaj ka dosh me ngrit më lart. A disa e thjeshtë ndërum ka guri për mi guri, kaq. Veç I ka rendit mos të bin. Apo vinë re ka marrë një shkamb, apo dhe kanë diskutuar dietarë se si kanë me xhurmët e këmbëve të Ibrahimit alayhis salam, se gurin për me shtyp është pak më problem, apo andaj kur shkoni te makami Ibrahimit alayhis salam, atje shifën që janë te guri janë xhurmët e këmbëve të Ibrahimit alayhis salam. Mirë po dietarët e muslimanëve kanë thënë se këto këmbë nuk kanë pas mundësi, edhe pse Zoti mundet me bë me kudretin e tina. Mirë po këto disa prej dietarëve kanë thënë këta këmbë vetë I ka bëu Ibrahim alayhis salam. Që kur të hipe, mos me u lakue, që të jetë më I theksumta, të shtinë këmbë të mirë mrena, apo. E tani Ismaili çfarë roli ka pas? Me gurcit. Aja ka ndërtuar. Apo mirë po Allahu subhanahu wa taala ka përmend emrin. Allahu xhelal ka përmend emrin. Por çfarë arsye të ndërum xhamat? Se sa do një guri me dhon kësaj feje, një dinar, 10 dinar. Allahu xhelal e din jetin. Ana ka thënë Ibrahim alayhis salam, taqabbal minna innaka antas samia. O Allah ti dëgjon, ti na nin neve, alim, e di çka kena mrena. Ismail të ndërum xhamat gurzi. Çao bab, gurzi çka ka bë, apo mirë po, shoqërues në hajër, shoqërues në mirësi, shoqërues, apo, për këtë arsye kur e ka kap vërshima çabën, edhe një pjesë të madhe ka larguar. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, para se mu bëhej pejgamber. I ka pas dikon 30 e diçka vite. Çka ka ndodhur ndërum xhamat? E ka shkatërruar vërshima çabën, pastaj janë mbledh për me ndrejt për zdyti. E kanë mbledh për me ndrejt për zdyti. E kanë bërë këtë bashk, pastaj janë përla gurin e zi kush me vënu atë. Se guri zi është seni që është ma I vlefshme atë. E ka thonë kush me vënu gurin e zi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa kom pejgamber, por Zoti ka dhënë urtësi. Çai ka thonë? Ka thonë ju kallzoj. Ka thonë unë e kam një propozim. Si doni marrë? Ka thonë diçka. Ata marrmi këtë vlerën bashk, këtë fisët e arabëve, le të mbledhën bashk. Ka thonë qysh? Që mos të vnoni. Se ata ka thonë unë na e vnojna se na Quraysh. Ata që ka thonë ja na në Adi, bin Makhzum. Pejgamberi ka thonë vënon e gurin me një qebe, me një bez. Edhe si cili dhe ta kape bezin një përfaqësues I familjes, kabiles. Kështu ka thonë e vënon e kitë bashk edhe hisja është e ketë. Shiko pejgamberi alayhis salam, kjo është urtësia pejgamberike, që si cilit këtë hise. Ismaili që ka po të ndërum xhamat, gurdi që ka thonë Ibrahim alayhis salam, Allah thot Allahu xha, wa idh yarfa Ibrahim alqawaid min albayt, e krish pe thot edhe Ismaili. Çish Ismaili? Sepse edhe Ismaili të ndërum xhamat ka shoshruar, pak me shoshru, pak me një mustaharon Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam, kur jam kon Mekke, luftën e Bedrit, kur I kanë zonë 70 rob izmeqar. I kanë zonë prej luftës, plashk. Thot pejgamberi alayhis salam, kur kum hik pi Mekke, më kanë imu një pabesimtar, jo musliman. Ka thonë vallahi kur që harroj, qafir, kur që harroj. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam? Vallahi, a I ka dek, vallahi, me paskon gjallë, edhe me pasar me më thonë, shlomi këto. Edhe ka thonë, e netëm, këto njerës të likë, këto njerës të poshtër. Ka thonë, vallahi, hatri, asaj, që ma ka krypi punës, ja kështë liruar. Kjo mirë njohje të ndërum që ma. Kjo mirë njohje është.
Për këtë arsye, shiko, veç pak bëma, pak bane. Pastaj Allahu subhanahu wa taala shkruan. Të ndërrojë gjë. Shikoni surën Kehf. Hap në surën Kehf që na do të lexoj në surën në çdo xumë. Shiko Allahu subhanahu wa taala se si na tregon për ata djelmoshat e shpellës, të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka përgëzuar për mirësinë dhe imanin e tyre, aty në shpellë të ndërrojë xhamat. Ako një qen kafsh e cila slavdrohet. Kur do me shoh dikan, i thonë qen apo. Te na fatkeqësisht e përdorin një kafsh më të poshtër se qeni për lavdrojnë njërin me ta. Cila është ajo? Thivi janë i keq. Ama të na thi ishte dhe me këmira po dëpërton ai. O ti po thije i keq. Si do qoftë kjo ka hi prej gjahiljetit. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Kahf, thot duke treguar për qenin e tyre, ajetin 22, thot Allahu subhanahu wa taala wa thaminuhum kelbuhum, dhe i tet kanë thënë ata disa prej tyre, i teti prej tyre është qeni i tyre, basitun dhiraihi. Qeni, kur kanë flet ato 300 vjet, qeni ka shlu kam të veta, dur të veta. Edhe sa herë që ka kalu dikush, ka dhënë një qenë që të jetë mësim. Apo, një qenë, aty në ndert, himjes shpellës. Ato kanë flet 300 vjet të ndërum gjëma. Allahu xhel xhela ka bërë që veç pse ka nejt qeni aty, e ka përmenë në Kur'an. Se o konë shoqëri të mirë. Shoqëri të mirë. Shoqëria e mirë. Rrethi i mirë. Rrethi edukum. Rrethi me iman. Dëban, kanë jarë të tu, i ki do më ka të tu. Ja se kjo është se do. Apo, shko me më katar. Apo, sa dush më ka një mirë. Are me do të pijen ja për, qoj me një gotë për neve, se shqa, do së të në ki, apo, një gotë, 2 gotë, 3 gotë të në gjenëm. Ska zhjide tjetër. Me pi me burë raki, e me bo me burë gjunahe, kur të hinë shëshërit mirë, qka të dojë shëshërit e mirë? Allah, kapa, kada leshtë, s'na takon neve me, ne njës gjamiz, ne njës namaz, ne njës moralit. Po këta si ju shiko, Ismaili a.s. të ndërum gjëmat, kontributi është Ibrahimit a.s. Ismaili është shëshërus ati, ama shëshërus i cili nuk i harrohet vepra. Pak ta Allahu subhanahu wa taala shkon me niyet. Thot Allahu te bareke wa taala, Rabbana taqabbal minna, o Zot pranoje prej neve. Të ndërtue, o Zot pranoje prej neve. Të ndërum xhamat. Vini vet tash ti përmend disa prej pikave kush ato bë dua më u pranu vepra. E para, Ibrahimi dhe Ismaili, më të mirë pejgamber. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është veç për ta. Më të mirë pejgamber. 2. Çka janë të ndërtue? Qabën Allahit. 3. Me urdhër të Allahit. 4. Sigurt e qëllume 100%. Do më njërë me thot, mos kanë nga bube dikun do një që tërku një katër. 100% Allah ka thot që qëto. Apo, do më thonë, janë mledh. Veni sigurt, harem. Pengamber i lartë. Apo, veni është i sigurt, qatë shka atu thonat e bo. Me gjithë dhe ka thonë, o Allah këpranoje. Qka do më thonë kjo? Ti e ban punën tëne, kabullin api Zotit. Një thotë, na kena ninu pa, na ban kabull. Na jena lodh pa, na ban kabull. Do të mu lodh, do Zot banë kabull. Sa mundet njeri mu lodh, edhe më fund mos mi po kabull. Apo, për këtë arsye të ndëruar xhamat, na mëson Ibrahim alayhis salam se edhe qabën nëse e ndërton, thuaj Allah më baf kabull. O Allah taqabbal minna. O Allah pranoj prej neve. Sa prej neve thotë, po, vesh, na e banëm tonë ai. Apo, e trajtojnë Allahun subhanahu wa taala sigurisht detyrimisht e ka timet apo kabull. Wallahi se ka detyrimisht. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, disa njerëz kanë me dalë ditën e Kiametit. Dhe kanë mungsu ka thonë, Allah, namazin e kam. Ja marr Allah ja ban si paçavar, leck. Ja gjumfti. Po ti më çeta ki marr. Po ti kur je fal partizanët i ke drejtuar tezg. Apo ti ke hin namaz, po ti shikon namaz. Ti ke agjëruar, po ti e shah, ti e ofenduar, ti e kanë rrugën. Ku ka morali agjërimit? Apo ki dhon se çat, ki dunjaja ka marrvesh. Ki dunjaja ka marrvesh Allah. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, pi 3 njerëz që ka qenë në xhenem është njëri pi tyre që ka dhënë para. Edhe Allahu që ditën e gjykimit çka i thot? Thot, pse i ke bë këtë punë? Thot,
por ti jo Allah, sa është tash problemi veç aty më mirë, me sinqeritet, thot jo, ti ke punu për me thonë njerëzit sa buri gjymer ti je. Kam thonë u krije. Por këtë arsye, taqabbal minna, çka është ndërun xhamat? O Zot, pranoj prej neve. Sa më rëndësishme është pas veprës me kanë besimtari i shqetësuar, a më ka bëmë dhe kabull? A më ka bëmë kabull? Apo kur doktori e bën operim pacientin, ti atë intereson operimi apo shërimi? Të të intereson ti. E kishti e vladin, e kishti prindin, kanë do kohë. E kishti ki hi vetë në operim. Apo doktori thot, operimi jo nuk ka kri me sukses. Apo o pacienti, o të ndërum, leti operimin tanë. Çka ti intereson ti pi operimit? A ka pështu mëre baba, a ka pështu gjalli, a ka pështu familjari? Po ka si na, çka thotë? Unë operova, unë agjerova. Mora ki pështu, o ti, a u shërove. Na e dim që e operove, a u shërove nuk e dina. Pi operimit qëllimi a mu që njërin kam, edhe me gjallnu për shditi. Apo, e para me ndo për shemull, doktorit mi a dhënë vdheqe. E thonë, e ki pre si kur kush. A ma vdheqe. Vdheqe. Se unë se kam dorë, thot, a mu ty mire pas ke operu, a ma vdheqe me ki. E tash njërën e thonë, bravo valla, le këtë dekmin, që ki ma i miri doktor. O, nashta ma i miri doktor. Pacienti ka dek. Çka tha Ibrahim a.s. O Allah, unë e ndërtova. A e ban kabul? A e ban kabul? Sa njeri punon, lodhet, mundohet. O Allah, a e ban kabul? Për këtë arsye tha Ibrahim a.s. Inneke ente semiul alim. Tha o Zot, ti dëgjon lutjet tona, i dëgjon veprat tona, i shet çka bojnë ana. Alim, ti e i dishëm, ti e di çka synojnë ana me këto vepra. Se ka mundsi njëri e ban veprën, po se ban për Allah. Kush e di? Kush e di? Sikur që se dinë na kush ato agjërue, vallaja se dina pse falet, pse jep zeqat, pse ban hax, pse jep sadaka, nuk e dim na. Ama njëri me çka çson veten? Thot po e di Allah. E di Allah. Për këtë arsye, Ibrahim alayhis salam është modeli i çfarë? I të bëmit vepras dhe modeli i lutjes për pranim. Sa është me rëndësi të ndërum xhamat që ne pas operimit, pas veprimit, au ka po kabull kjo. A ka pranu Zoti? A ju ndodhë të ndërum xhamat, na këtë na ka ndodhë. Ti dikan se do. Ata i munohet ta bënë hedije. Që i thotë se do. Nuk e duan. Apo ti me gryen tane kanë njëri thonë, merre vetë parë, e kur ti dhotat ja si dunia, se di se ti mas perde si ka diçka këtu, apo don. Ka thot mas ti në 300 euro diçka tjetër, apo me dashur ta refuzon, si duhet. Edhe ana sjellës, apo fëmia jo donja, ja nuk i duhet. Çash nuk e duhet. Çulla, fëmia 5 vjet i ka, nuk e duhet thot. Po kur u bë ai më tha nuk e duhet. Po Rabbul Alamin. A çka ti çojnë ana e pranona? Jo. Inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Zoti veç pit mirëve pranon. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu është i mirë dhe veç prej të mirëve pranon. Njëri ka fitu parët me haram, ka bo zullum, ka bo shkret, e loj haram e ka bo, edhe në fund, ma i vlas të përit Allahit. Apo, qëfar të përit Allahit, dhe s'ka kur gjo përit Allahit. Apo, njëri ka qenë kazino, apo, edhe ti lajet është parët e vetë, apo, përit Allahit, po i nimoj unë gjamiës, kësa i kjo quhet shpërlarje parave. Çka i bie shpërlarje? Mu duket pastra, ha? E dat pastra. Si janë pastra? Pa e fitu me njerëz. Pa e fitu me halal. Dhe me dhënë sadaka me halal. Dhe në halal, s'ta bën Allahu kabul. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala e vetë robin. Ku e fitove? Ku? Çdo vend. Si? Ti mundesh me thon, firma ku punoj unë halal. Ama me vedhë kështu kanë qysha. Po ty firmën e ki Allah, po kur bi vedhë ata haram bohan. Dhe ku i hargjove? Nuk o letë në nëmë gjëmat. Nuk o letë për me shpëtuet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj në të regonë Allahu Gjeli Gjelalu thot, Rabbana wa gja'alna muslimejni lek. Ti të nëmë gjëmat. Po i përmenin që këtë ajet pastaj vazhdojna lejse me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. O Zoti jonë, na bën neve dyve muslimana. Dy musliman. Dhe nga familjet të tona dhe pasardhësit e tonë ummet musliman. Ha? Çka po ndodh ndërmë xhamat? E ndreqën shtëpinë, e ndreqën qabën, u krije, ja mund temelët, u kri qabja. Dhe na zakonisht e bëgona una, u kri, hale çash pim çaj, u rahatun. Ja. Ibrahim alayhis salam zemrën e kokit iman. Këtë dashni për Allah. Dashni, minihat, sa e ka kri? Rabbana o gjallna muslimejni lek. O Allah, e ndë du pun, ala du pun me po për tije.
Nuk u kri, nuk shuhet etja, nuk muj mungije, veç pse e bona këta. Kallxom ala o Zot çka të bëj punë mira. Ha? Tash na të ndërum xhamat jemi ka funi Ramazanit, Allah na bëf qabul. E mas Bajramit, Rabbana waj'alna muslimin. O Allah na bamba ala musliman. Ala be mu fal, edhe mas Bajramit mu fal. Edhe mas Bajramit me xhiru doni thanë tete, doni ditë bardh. Edhe mas Bajramit me dhon kanë sadaka se nuk gjen kur gjapo ndihmon Allahu subhanahu wa taala. Edhe mas Bajramit me ditë xhamin, edhe me njoft Kur'anin dhe me ditë dersin dhe me ditë ligjëratën. Edhe mas Bajramit, sepse çaj Zot çka sot Zot është edhe mas Bajramit Zot. Çka tha Ibrahim alayhis salam? O Zot, e krytëm shtëpinë. Nuk mbaroj adhurimi, nuk mbaron adhurimi. Rabbana waj'alna muslimin lak. Po pyetje para shtohet, a nuk janë musliman këto? Musliman. Ai pejgamber. Musliman, pejgamber. Jo veç kaq, i zgjedh pi pejgamberve. Musliman, pejgamber me Zotin fol. Jo veç kaq. Ibrahim i ka thënë, "Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Edhe manal, Ibrahim ja mik i Zotit. E çka pi thot këtu? Për çfarë të ndërrojmë gjallë? Ajeti 128. O Zoti jon, bana musliman. Para më ti menini musliman, të thonë, Allah i na bof musliman. Na mini thonë, që ti hasi musliman Allah. Na mini harë që shtu e kuptojnë, apo? Ibrahim a.s. që ka tha? O Allah, bana musliman. O bana musliman vazhdimisht musliman. Mos minal punë të mira, derin ditën që ka do të dalë për parateje. Veç kur të dhesmi s'ka më me punue. Ama dërsa je gjallë, dërsa damari re, pa ti duhet me vazhdu me veprat mira. Për këtë arsye do të vazhdojna me lenin Allahu te bareke ve teala ligjëratat e ardhshme për ta pasë si Ibrahim alayhis salam e ndërton shtëpinë dhe pas ndërtimit të shtëpisë çka ndodh të ndërron xhamat. Si nis se këtu ka nis edhe këtë kjo çka na këtu e kemi arrit për Islamit kur është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe jemi rezultat i duas së Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Lutim Zotin e Madh në këtë ditë të mëdha të Ramazanit, që Allahu kontributet tona të bën qabul, që agjërimet tona Allahu të bën qabul, gjunaat tona të na ishlien, gabimet tona të na ishlien, të përmirëson Allahu zemrat tona, të përmirëson Allahu ja karakteret tona, të përmirëson Allahu shpirtat tona. Lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu musliman kudo që në përbot Allahu të ndihmon, sidomos ata vëllezërit tonë që janë gazebe, janë siklete, janë shqetësime, janë për luftra. Allahu qoftë në ndihmën e tyre, qoftë buroja e tyre, qoftë Allahu subhanahu wa taala që zbrat mëshirën e tij të korobrit e tij të dopt. E lutim Zotin e Madh që Allahu zullumqart dhe kriminal ndërmjet vetit të shpërtallon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.